Për të dytin vit me radhë, Universiteti i Shkodrës Luigjë Gurakuqi organizon javën ndërkombëtare, duke mirëpritur në Shkodër përfaqësues të universiteteve partnere nga disa vende të Europës. Në përshëndetjen e tij në hapjen e aktiviteteve në kuadër të kësaj jave, rektori Tonin Gjuraj theksoi rëndësinë e zgjerimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërkombëtar përmes marrëveshjeve të qëndrueshme me universitete europiane dhe më gjerë. Gjatë kësaj jave, jemi të interesuar të ndajmë me ju përvojat tona në bashkëpunimin institucional. Të diskutojmë se si mund të punojmë së bashku në projekte të përbashkëta dhe mbi të gjitha, se si mund të ndërtojmë më tej procesin e ndërkombëtarizimit. Ky është një nga shtyllat kryesore të arsimit të lartë sot. Ne jemi të gatshëm të mësojmë nga praktikat dhe arritjet tuaja, në mënyrë që të ndajmë përvojat dhe të përfitojmë reciprokisht. Agenda javës ndërkombëtare në Universitetin e Shkodrës përfshin sesione mbi ndikimin e ndërkombëtarizimit në arsimin e lartë, diskutime mbi sfidat dhe mundësitë e projekteve ndërkombëtare, tema që lidhen me mobilitetin e studentëve dhe stafit akademik, si dhe disa veprimtari të tjera. Është një javë e cila përmbledh shumë aktivitete, duke filluar nga panelet e diskutimeve në lidhje me kontributin e marrëveshjeve, bashkëpunimeve, projekteve në rrjetëzimin e universiteteve, ku bën pjesë edhe Universiteti i Shkodrës. Më pas do të organizojmë edhe një panajër të bukur të vetë universiteteve të huaja, të cilët do të sjellin ofertat e tyre për studentët tonë. Do të ofrojmë edhe disa orë të gjuhës shqipe simbolike për të ftuarit. Gjithashtu kemi menduar edhe disa aktivitete kulturore në qytetin e Shkodrës, sepse mendoj që të huajt nuk vinë vetëm për universitetin, por vinë edhe për të njohur kulturën, traditat e Shkodrës. Partneritetet e Universitetit të Shkodrës Luigjë Gurakuqi përfshin institucione prestigjioze të arsimit të lartë në vende si Italia, Gjermania, Franca, Spanja, Holanda, Republika Çeke dhe Letonia, duke krijuar ura të qëndrueshme bashkëpunimi në shërbim të cilësisë akademike dhe shkëmbimit të eksperiencave.